Janë 3 shenjat të zodiakut në shoqërinë të cilave çdo moment është i mbushur me energji, spontanitet dhe argëtim. Binjakët nuk lënë kurrë një bisedë të shuhet. Aftësia e tyre për të ndryshuar temën në një sekond, për të hedhur një shaka të papritur ose për të filluar një diskutim rreth diçkaje krejtësisht të re, i bën ata shoqëri të përsosur në pothuajse çdo situatë. Ata gjithmonë e dinë se çfarë po ndodh, kanë informacion të freskët dhe janë të lumtur ta ndajnë atë, shpesh me një dozë humori ose ironie. Luanët janë argëtues të lindur që sillin ngrohtësi dhe energji në çdo dhomë. Prania e tyre menjëherë ndihet të qeshuat me zë të lartë, gestikulacionet e gjalla dhe gatishmëria për të marrë iniciativë, shpesh i vendosur në qytetin e vëmendjes. Kjo është pikërisht ajo që e bën kalimin me ta dinamik dhe plot jetë. Shigjetarët janë simboli i aventurës dhe shpirtit të lirë dhe kjo shihet qartë në qasjen e tyre ndaj jetës dhe socializimit. Janë ata që sugjerojnë ide të reja, udhëtime ose aktivitete të pazakonta që të tjerët mund të mos i marrin në konsiderat. Hapja ndaj përvojave të reja i bën ata çdo moment së bashku interesant dhe të ndryshëm. Në shoqërinë e shigjetarit shpesh diskutohen tema të mëdha, udhëtime, plane dhe ëndra, por të gjitha pa peshë, më shumë si frymëzim se detyrim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.